Parashikimi i motit për ditën e sotme, kthjellime dhe vranësira si do të variojnë temperaturat gjatë gjithë ditës. Ditën e sotme në vendin ton, gjatë orëve të paradites, do të mbizotrohet nga moti i kthjellët dhe vranësira të shpeshta ku më theksuara kthjellimet paraqiten për gjatë vijës bregdetare. Pas mesditës dhe në vim, pritet vazhdimi i shtimit të vranësirave si fillim në skaj inferior dhe gradualisht përfshin gjysmën lindore të vendit duke gjeneruar e beshe afatshkurt trashiu. Parashikohet që mbrëmja dhe nata të sjellin një përmirësim të situatës atmosferike duke bërë që Bregdeti dhe zonat e ulta të dominohen nga kthjellime, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të mbeten zonat malore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në mëngjes, por ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 11 gradë Celsius vlera me ulët në verilindje të vendit deri në 34 gradë Celsius. Pritet vlera maksimale në qytetin e Beratit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare me shpejtësi maksimale mbi 35 km/h nga drejtimi i veri perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzimin mbi dy ball.